Me patentat e reja, Ministria e Transporteve ka përcaktuar dhe vlefshmërinë e lejeve të drejtimit sipas mjeteve, duke nisur nga veturat, autobusët dhe kamionët. Rregulloria e re përcakton se lejet të drejtimit të kategorisë D, ku përfshihen autobusët e vegjël, do të jenë të vlefshme për mjete deri në 8 vende dhe me peshë maksimale prej 3.5 tonësh. Lejet e kategorisë C, me autobusët mbi 3.5 tonë, do të jenë të vlefshme për drejtimin e veturave dhe mjeteve deri në 8 vende, ndërkaq që leja e drejtimit e kategorisë DE, ku përfshihen autobusët dhe automjetet e tjera të destinuara për transport, është e vlefshme dhe për drejtimin e mjeteve, për të cilët kërkohet leje drejtimi kategorisë CE dhe BE. Në kategorinë E, BE, CE, DE, përfshihen automjetet për drejtimin e të cilave kërkohet leje drejtimi kategorive B, C dhe D, për të cilat drejtuesi i mjetit duhet të jetë i aftësuar kur tërheqë një rimorkjo. Në këtë kategori hyn dhe gjysmë rimorkjatorët dhe artikularët e destinuara për transport pasagjerësh, mjafton që të ketë leje drejtimi të kategorisë D. Leja e drejtimit të kategorisë CE është e vlefshme për kategorinë DE, nëse titullari i saj është i pajisur me leje drejtimi të kategorisë D.